Salihu a.s. e bëri me dije atyre, po edhe neve sot që lexojmë këto ajete kuranore, do thot pas mia viteve, se nëse unë e braktis amanetin e fesë, e meritoj dënimin e Allahut. E kur më ndenon Allahu, s'ka kush më ndihmon prej krijesave tjera. E para dhe e dyta, se braktisja e fesë është humbje e sigurt. Është humbje e sigurt. S'ka fitim me braktisjen e Islamit. Sot për shembull të na shqiptarët e njim në her pas here orvatje, tentativa që me bo fushat për të braktisë Islamin. Pse dikush mendon se i mashtruar, se me braktisjen e Islamit do bëhet shtet më i zhvilluar. Do bëhet shtet që do pranohet në institucionet botnore të fuqishme. Realisht kjo s'është e vërtetë. Se do bëhen shtete politikisht të suksesshme, kjo nuk është e vërtetë. Se do bëhen shtete ekonomikisht të suksesshme, kjo nuk është e vërtetë. Se do bëhen shtete ushtarakisht të fuqishme, kjo nuk është e vërtetë. Se praktikisja e Islamit popullin shqiptar nuk e bën as më të përgatitur për të qenë pjesë e Unionit Evropian, as nuk e bën më të zhvilluar në ndërtimin e institucioneve shtetënore të çliruara nga korrupsioni, as nuk e bën më të fuqishëm ekonomikisht, duke pas parasysh korrupsionin e politik bërësve në shtetet tona, as nuk e bën më të fuqishëm ushtarakisht, sepse janë të kufizuar për standardeve të ndryshme që mos me ilon me qenë shtete shumë të fuqishme për me dal nga zgjedha e kontrollit, e as që i bën më të fuqishëm demografikisht, sepse as kush dhe as gjë si Islami se ka mbrojt familjen dhe se ka shtu popullin ton. Çka fiton ti nëse le Islamin? Politikisht nuk fiton, ushtarakisht nuk fiton, ekonomikisht nuk fiton, geopolitikisht nuk fiton, demografikisht nuk fiton. Atë pse me lon Islamin? Po na damkosin si ekstremista, fundamentalista, e Islami është fe e sulmuar në botë, edhe andaj nëse të zhviqemi nga Islami, atër do të nalen sulme ndaj neve, edhe ndoshta do shikojmë me sy tjetër. As pak s'është e vërtetë. Sot bota nuk e shikon të doptin me asnjë sy tjetër përveç se me syrin e nënshtrimit dhe pushtimit. Bota sot i njeh vetë shtetet e forta. Edhe me ato e bën matematikën. Shembull e kemi na invazionin rus në Ukrainë. Zhurma bëhet që 2 vjet, ama ala Ukraina është e okupuar, një pjesë e madhe e Ukrainës është okupuar nga forcat ruse. Edhe do thot ankesa më e madhe e Ukrainës çka është se s'po na jep një armatim sa na duhet. Se s'po na jep një përkrahje sa na duhet. Se kanë përballë një arrush sibiriane, edhe normalisht matematikat aty, edhe shembullin e dytë e Kikinën. Megjithëse shpeshherë në media acarohet vokabulari që përdoret mes perëndimit edhe Kinës, ama aty mbetet, nuk mundet më shndru në diçka konkrete. Pse? Se forca sot është ajo që flet. Andaj këtë kjo filozofi që mundohen me plasu këta njerëz që thënë ta praktisim Islamin që të jemi më të favorizuar, më të përkthjelur në perëndim, është hiç s'është e vërtetë, përkundazi është një gënjeshtër shumë e madhe që do të nuk ja shef hajrin popullit shqiptar as pak atyre. Dhe t'i kthehemi edhe një herë se kush e lën Islamin sigurisht që ka me humb. Njëri qoftë apo popull qoftë. Të gjithë ata musliman që kanë ardhur prej familjeve muslimane dhe për shkak të zhvillimeve kulturore, ideologjike dhe politike të na në Ballkan, kanë lehthit për Islamit. Në kohën e komunizmit e kanë përvetësuar ideologjinë marksist-leniniste. Në etapën e demokratizimit të shteteve ballkanase e kanë përkrahur ideologjinë e demokracisë.
Dhe në momentin që ata kanë marrë pushtet, kanë fitu edhe benefite ekonomike, dhe dal nga dal janë largu krejtësisht për Islamit, nuk kanë ata asgjë që mund të kontribuojnë në të mirën e kombit, po as të familjes së ngushtë të vet. Përveç një grumbulli të madh të parave që i grumbullojnë, ma shumë se kjo s'kanë, pse edhe familjen e vet nuk e kanë mund të rrezi, as nuk e kanë mund kontroll, e mos flasin për diçka më shumë. Se vetëm Islami është ajo që e mbron njeriu nga veset e veta, e vendos njeriu në shërbim të familjes së vet, e mbron atë dhe e zhvillon familjen e vet, dhe pastaj e vendos në shërbim të popullit vet, kombit vet, shoqërisë ku ai jeton. Pa Islam s'ka kësi lloj virtytesh. Lufton, sakrifikon 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, 30 vjet, 40 vjet, vjen dita me vjerë sakrificën e vet, haron krejt atë sakrificë 40 vjeçare, pse e ka bën? Edhe në momentin që vjen pushtet, e ndron diskursin e jetës së tij nga një luftar i lirisë në një keqpërdorës i pushtetit. Këto janë gjëra që na i shohim sot vazhdimisht. A veç muslimani i vërtet është ai i cili mundohet me kontribu në shërbim të zhvillimit të shteteve tona, të shoqërive tona, madje se janë xahile, janë ignorante, janë luftarake kundër fesë, përsëri të vetmi që e kanë për një me të kontribuojnë për të zhvilluar këto shtete janë veç muslimanët, që kanë frikë Zotin dhe kanë optimizëm dhe e kanë detyrë dhe obligim me dhënë kontributin sa të munden, sa të janë gjallë në përmirësimin e gjendjes së këtyre shteteve edhe këtyre shoqërive tona që ne jetojmë na. Andaj pa Islam ka humbje. Andaj tha Allahu xhallahu inna dina inda Allahi l-Islam, me të vërtet feja e vetme e pranuar te Allahu është Islami, dhe se kushdo që kërkon diçka përveç Islamit si fe, ai është i humbur. Është i humbur. S'ka shpëtim pa Islam. Andaj na e shfrytëzojmë rastin me e thirr gjithë popullin tonë shqiptar, që t'i kthehet Islamit, ta mëson Islamin, ta lexon mbi Islamin dhe ta pranon Islamin. E të jeton me Islam. Këtë të dukuri negative që janë duke ndodh, nëse nuk zhduken me një herë, dal nga dal do zhduken. Do të eliminohen. Se bota pa Islam është bota ku krimi lulëzon, ku vrasja zëvend. Kurse aty ku ka Islam, si bindje, si besim, si praktik, aty më njëherë zvoglohen të gjitha këto statistikat e krimit, statistikat e vrasjeve, statistikat e drogës, statistikat e vuajtjes, statistikat e stresit, statistikat e vetvrasjeve, zvoglohen. Në botën islame, në botën muslimane, ku Islami është praktik e gjallë në jetën njerëzve, statistikat e këtyre dukurive negative këtë janë të ulta. Në shtetet perëndimore, këtë të statistika janë të narta. Edhe to normalisht nuk i them na, se s'kemi apo na i kanë bota vetë. Edhe na aty i lexojmë, edhe për tyre i mësojmë. Pra është detyra jeme si hoxha, detyra jotje si thirrës, detyra jonë si bashkësi muslimane, si komunitet musliman brenda popullit ton, me thirr popullin ton në Islam. Për me mbrojt për kësaj ofertës gjallëzore që ofrohet me shkatru individin po se po, tani me shkatru edhe familjen. E se shkatruat individi, shkatruat edhe familja, çka ka mbet mo? Çka ka mbet? Këtë janë emisionet që flasin për dukurit destruktive, degeneruese në për emisionet të ndryshme, në për programe televizive të ndryshme, në për kanalet të televizive të ndryshme, këtë janë emisionet. S'kan më efekt. Sa ajo është thjesht për me azgjat jetën degenerimit, për të hudhë që themi na hinë sy, me mashtru opinionin se kënë se na kemi gale edhe, po mundohemi me ofru zgjidhje. A realisht, i njëti ka nga që i bon emision kundur programeve degeneruese, vazhdon me atë program degenerus. Arsenal e këne bën emision kundur programeve degeneruese. S'ka logjik kjo bon. Edhe
Pra atë shkak do thot veç Islami është ajo që në mënyrë të direkte dhe konkrete e lufton degjërimin dhe vetëm se me Islam ka mundësi njeriu me shpëtu dhe me jetu i gëzuar dhe i kënaqur. Andaj Salihu alayhis salam ja dha në këtë bisedë ja dha këtë udhëzim popullit vet, i tha e para feja ime është e ndërtuar mbi argumente të qarta, e dyta feja ime është fe e cila përhap mëshirë tek njerëzimi, e treta supozojmë hipotetikisht se unë e lash fejën time, e lash Islamin, kush më ndihmon karshi Zotit? Ti, ju, forca juaj. S'mundeni ju me vete, njëri me tjetrit, e po mundeni me Zotin. Shifni tash, këtë bota është me shtetin sionist, s'po munden me një popull, domethënë zhveshun, zbathun, të pa ushqim, me luftu, edhe me fitu. Ata masakra po bëjnë, ama s'po fitojnë. E jo më kanë me luftu karshi Zotit. Asnjëherë. Edhe e katërta që është porosi e rëndësishme, sepse pa Islam, pa udhëzim, pa shpallje Zotit, njerëzimi është në humbje. E tash, pra atë unë e them vazhdimisht, bota është mes dy taborave. Besimtarët e vërtet që udhëhiqen nga udhëzimi i Zotit, shpallja e tij, dhe jo besimtarët që udhëhiqen nga kush? Nga shejtani i mallkum dhe cytet e tija. Edhe ai mundohet me boçmas për me prish njerëzit, me shkatru ata dhe normalisht me pengue për hapjen e dritës së Islamit, dritës së besimit.